Kam lindur në Tiranë, në një familje të thjeshtë, tiranase. Dy prindrit e mi, mamaja valltare në ansamblin e shtetit, operas dhe baletit, babai ushtarak. Dhe gjithashtu në familjen tonë të vajzërisë pretimen, edhe me vllajën, në një shtëpi ku kam bizotruar harmonia, me dy karaktere të kundërta diametralisht edhe për arsyet profesioneve të tyre, të mamit dhe babit, por që në atë harmoni dhe simbioz jemi rritur të shëndetshëm edhe me shumë njerëz përreth. Fëmirin time kujtoj një kohë të madhe kam shpenzuar në korridoret e teatrit, operas dhe baletit. Edhe ky ndoshta edhe aspekti estetik edhe artistik më janë ushqyer nga fakti që kam ndetur gjithmonë dhe kam parë se si artistët lodheshin aq shumë për të bërë një performancë